përgjithësi do të thotë është një farë lloj praktike kur janë në qeveri kandidati i cili është në qeveri i ka predispozitat, shanset më mëdha, por nuk e kisha përjashtuar rastin që edhe të befasohet që të vijë edhe kandidati tjetër. Unë thjesht tifo nuk bëj për asnjërin parti politike, për asnjërin kandidat, kuptoj që e kam shijen dhe bindjen time se për cilin kandidat do të votoj, por do të ndërlidhe me atë që tha Alberti, votoni për kandidatin i cili bën më pak premtime, sepse në fund do të zhgënjeheni më pak. Është një thënie e Michel Galabru, aktor francez. Pra thjesht ai kandidat i cili ka bërë më së paku premtime, duhet votuar. Pse fundi i zhgënjimit do të ishte shumë më i vogël. Unë mendoj se nuk është koha për këtë qasje kështu ma shkencore, edhe ma të relaksume. Do të jemi më pozitiv? Jo, unë mendoj se pikrisht temat për cilat folëm gjatë kësaj një ore më tepër, duhet të jenë ato në bazë cilave votuesit duhet të vendos se këtë do të votoj, edhe pse temat janë shtetnore, janë lokale, por për të vazhduar aty ku mbetëm, të paktën jo aty ku mbetëm, por për të kthy aty ku ishim dhe për të avancu, është shumë e rëndësishme të kihet parasysh se çka krejt ka ndodhur. Në këto 16 muaj të koalicionimit të VMRO-s me Vlen, si ishtë më herët, nuk po thëmë se ka qenë parajsa, nuk them se nuk ka mund të bëhet më shumë atë që thotë zotri Ramadani, pikrisht po kjo edhe për shumë arsye tjera nuk është bë vetëm për shkak të paaftësisë partive politike, dhe mendoj se këtu nuk është koha për një gjykim të bazuar vetëm në aftësinë e njërit ose tjetrit, por është koha për të gjykuar në bazë të vijave, kahjes, të cilën e marrin shqiptarët dhe shteti i Maqedonisë me njërin ose tjetrin grupacion politik. Pra, nëse e kuptova drejt, kushdo që janë, po themi, varësisht nga situata që është krijuar tani dhe konteksti që kemi edhe ajo anomalia që u përmend, orientimi i votës duhet të jetë ka ky kampi që ka qenë në opozitë. Edhe përfaqësimi ka qenë më i mirë në momentin kur ata kanë qenë në pushtet. Po, unë atë nuk e fsheh, e them publikisht, unë jam një prej atyre që mendoj se më shumë të drejt kanë pat edhe vitin e kaluar Fronti Europian, sot Aleanca për Kombëtare për Integrim, se sa Vleni, arsyetimet e partive që kanë mbet brenda Vlenit, janë të palogjikshme, si për përfaqësimin e drejtë se do e bëjmë dhe s'ka asgjë, si për çështjen e gjuhës, dhe këto janë më tema të cilat na kahëzojnë, na japin drejtimin se ku do të shkojmë. Do të vazhdojmë të pështnohemi, do vazhdojmë të shkojmë në regres, do të vazhdojmë të gryjmë marrëveshjen e Ohrit, ose do të ripërtrihet aty ku ishtë dhe të vazhdojmë atë që e thamë më herët edhe zotri Maloku, se duhet kjo edhe të avansohet dhe të shkojmë më lartë që në mënyrë që të garantojmë mekanizmat mbrojtës që të nesërmen mos mvaremi nga vullneti i mirë apo i keq i ndonjë individi apo grupacioni eventual politik që do të vijë nesër në pushtet Maqedonisë, sepse ne jemi më të vegjëlit, apo dhe kjo patjetër të garantohet. Tash kemi edhe dëshmi të pamohueshme se nuk jemi të mbrojtur, sepse ja, po ndodh, nuk flasim më me hipotezë, sikur ndodhi, duhet mekanizëm që mos ndodh. Këto zgjedhje përcaktojnë çka nesër, zgjedhjet parakohshme ose jo, kush është pjesë ose jo, do hynë me kushte koti ose nuk do hynë, do shta dhe gjithë edhe Vleni edhe Aleanca merren vesh nesër se këto mekanizma mbrojtës na duhen, plus që mos na ndodh kjo që na ndodhi këto 16 muaj. Dhe unë prandaj jam fan si kësaj ndodhje, me shpresën që sa më shumë të jetë i unifikuar bloku politik shqiptar dhe të del me kërkesa të tilla. Albino, do të gjykojnë shqiptarët mbi bazën e këtij kontekstit